Nga hëna, transportuesit privat kanë reduktuar autobusët, gjëjesisht ata punojnë vetëm nga ora 5 deri në orën 10. Me këtë orar, siç njoftojnë ata, do të vazhdojnë derisa të paguhet borxhi nga ndërmarrja qarkulluese publike, ndërsa shtojnë se janë detyruar të marrin këtë vendim për shkak se nuk kanë para për navë dhe servisim të autobuseve. Transportuesit privat kemi vozitur deri në orën 10 dhe u tërhoqëm, sepse drejtori i NQP-s nuk ka kontaktuar dhe të na informoj për pagën e mjeteve financiare që ne i kam borxh, prandaj i tërhoqëm autobusat dhe tani presim të shohim se çfarë do të ndodh. Ne e kemi patjetër të reduktohemi, sepse nuk kemi para për naftë dhe servisim të rregullt të autobuseve. Ata kujtuan se borxhi total ndaj tyre është 170 milion denar, nga të cilët, siç thanë, aktualisht janë të detyruar të paguajnë 90 milion denar. Ata kishin sjellur me vete edhe dokumentet e pagesave për shkak se, siç thanë, u akuzuan nga drejtori se manipulojnë dhe nuk e flasin të vërtetën. Të premten, transportuesit privat paralajmëruan se do të reduktojnë autobusët në rast se pagesa e tyre nuk kryhet deri të hënën, ndërsa bën me dije se NQP nuk u ka lëshuar para që nga muaji mars. Në konferencën e tyre mori pjesë edhe drejtori i NQP-s, i cili pranoi se ka borxh, por shtoi se borxhi po zbutet që kur ai ka ardhur në krye të institucionit.